sot dua të theksojmë qartë se ne si shoqat sindikale jemi kategorisht kundër çdo forme dhune. Dhuna në çfarëdo forme, qoftë fizike apo verbale, nuk ka vend në shkollë dhe nuk mund të arsyetuohet nga askush. Kjo grevë nuk organizohet për të justifikuar dhunën dhe as për të mbrojtur atë. Përkundrazi, ajo është një reagim kundër dhunës dhe kundër veprimeve delikuente që po cënojnë sigurinë dhe dinjitetin e mësimdhënësit në procesin edukativ arsimor. Qëllimi ynë është të mbrojmë një ambient të sigurt, profesional dhe me respekt të ndërsjellët, ku mësimi zhvillohet normalisht dhe ku autoriteti mësimdhënësit nuk vihet në pyetje përmes fyrive, ofendimeve, sharjeve dhe nënçmimit. Ne kërkojmë qasje serioze dhe të koordinuar institucionale kundër këtij fenomeni, sepse sistemi aktual ligjor dhe mekanizmat ekzistues disiplinor nuk po ofrojnë zgjidhje efektive në rastet kur nxënësi fyen apo sulmon mësimdhënësin fizikisht. Kjo situatë krijon ndjenjë pasigurie dhe mungesë mbrojtje për stafin arsimor. Ky nuk është një problem i izoluar vetëm në shkollën tonë, por një fenomen që po shqetëson edhe shkollat e tjera. Prandaj kërkojmë masa konkrete, të qarta dhe të zbatueshme për mbrojtjen e mësimdhënësve dhe garantimin e rendit në institucionet arsimore. Mesazhi ynë është i qartë, jemi kundër dhunës, jemi për rend, disiplinë dhe për respekt në shkollë. Kjo pra është deklarata e shoqatës sindikale në bashkëpunim me mësimdhënësit e tjerë. Sigurisht është njoftuar drejtoria e arsimit për grevën që sot do ta mbajmë. Greva jonë është ose protesta jonë dyorëshe është në koordinim të plot edhe me Zbashkun, pra si shoqatë sindikale kemi përkrahjen e Zbashkut qendrës, por është në koordinim edhe me prindërit e tjerë, domthonë me këshillin drejtues të shkollës, me këshillin e prindërve dhe si shoqatë sindikale jemi koordinuar që sot të bëjmë një grevë, një protestë rrëdhëdhësore ndaj këtij fenomeni që po na shqetëson jashtëzakonisht shumë. Besoj që prononcimin për rastin e ka dhënë edhe psikologu i shkollës gjatë ditës së djeshme, besoj që ka material të mjaftueshëm për atë dhe nuk kisha dashur me u thellu në një temë të tillë për shkak që janë dhënë informata të duhura dhe nuk është e nevojshme të diskutohet përsëri. Nxënësi kishin problematik gjatë të kohës, a është marrë ndonjë masë ndaj tina për këtë? Të gjitha masat ekzistuese të cilat shkolla i ka në dispozicion i ka ndërmarrë. Edhe për këtë arsye domthonë edhe shkolla jonë sot po mban këtë grevë për shkak se masat ekzistuese nuk po kanë efekt. Cilat kanë qenë ato masa? Për shembull vrejtje me shkrim, domthonë masat e tjera, pothuajse të gjitha masat janë marrë, të gjitha masat që janë të nevojshme janë marrë për nxënësin. Ndrimi i shkollës është një pjesë protestave, protesta jonë është edhe për shkak që sot realisht nuk mundsohet për shembull edhe ndrimi i shkollës në një shkollë tjetër, për shkak se drejtoria e arsimit kërkon që shkolla të merr miratimin e prindit për t'ia ndryshuar institucionin edukativ arsimor. Pra nuk mund të bëhet pa koordinim. Është suspenduar mësimdhënësi në fjalë? Ajo që shikni po sipas prononcimit edhe në media, mësimdhënësi në fjalë është ndaluar për 48 orë, ndërsa ndonjë vendim tjetër nuk është marrë. Nuk po kërkoj në ndrimin e shkollës për nxënësin, po kërkoj që të merren masat e duhura nga personat kompetent dhe rasti të trajtohet në mënyrë të duhur sipas legjislacionit, por edhe të bëhet një rishikim i legjislacionit që legjislacionit t'i përshtatet vendit ku ku jemi domthonë. A keni me undor, a kanë qenë vetëm kjo? Shohim ta domthonë jena në koordinim me qendrën, edhe tash ta shohim ç'është po shkon. Dy orët që sot nuk i mbajnë, a keni me zëvendësuar? Greva nuk zëvendësohet. Ne si Zbashk me të marrë lajmin që ka ndodhur kjo dhe me reagimin e shoqatës sindikale dhe vendimin që kanë marrë këta për ta ndërprer mësimin dyorëshe, me njëherë kemi përkrahur dhe sot jemi në mesin e mësimdhënësve anëtarëve tonë që ta përkrahim veprimin e tyre për ngjarjen që ka ndodhur në këtë shkollë dhe që nuk është ngjarje që
është hera e parë që po ndodhin, ka ndodhur në shkolla tjera, ka ndodhur që përveç dhunës psiqike që po ushtrohen ndaj punëtorëve të arsimit, ndaj mësimdhënësve, nga ana e nxënësve e shpesh edhe nga ana e prindve ka raste edhe kur janë sulmuar fizikisht, sikurse që kemi pa rastin e djeshit dhe na vjen shumë keq që ka ndodhur kjo zëri, por me keqja më e madhe kësaj është që ngjarja nuk është paraqit në mënyrën e duhur krejtësisht, por është marrë një pjesë nga fundi i ngjarjes pothuajse dhe ajo është emituar në mediat, pastaj ndoshta edhe të organet e sigurisë në bazë ndikimit të këtyre ngjarjeve të skenuar të paraqita këto kanë kërkojmë nga organet e drejtësisë që sa më shpejt urgjentisht ta shqyrtojnë rastin të deret me të vërtetën dhe ta lirojnë arsimtarin, të marrin masa ndaj prindve të nxënësve të cilët përdorin dhunë në shkollë, për ndryshe na jena në përkraje të mësimdhënësve të kësaj shkolle. I falenderojmë që megjithatë ngjarjen e rënd kanë ndodhur, e kanë pas parasysh mësimin dhe nxënësit dhe kanë vendosur që ta mbajnë vetëm 2 orë protestë dhe grevë, nuk kanë vendosur që ta ndërpresin tërësisht. Në shkolla të tjera disa janë solidarizuar me 1 orë mësim, me 1 orë ndërprerje mësimit me këtë shkollë, nëse ngjarjet nuk sqarohen shpejt dhe nuk lirohet mësimdhënësi, mund që nga dita e nesërme mund të përshkallëzohet kjo formë e veprimit sindikal. Urojmë që sa më shpejt organet e drejtësisë ta marrin në shqyrtim të drejtën, ta lirojnë arsimtarin dhe të marrin masa edhe një herë përsërit ndaj prindve që sillen në këtë formë fëmijët në shkollë, organizohen me 10 nxënësit të vinë në sallë dhe sulmojnë arsimtarin. Kjo nuk ka mbet mund të jetë shkollë, por në farë lloj me përgjegjësia është që nga Ministria e Arsimit e tutje. Përmendët që do të përshkallëzohen veprimet sindikale, cilat do të jenë? Veprimet sindikale dihet që atje sindikat do të ndërprejnë mësimin deri në zbardhjen e rasteve dhe deri në marrjen e masave dhe zbatimin e rregullorëve. Nuk mundën nxënësat me sulmu mësimdhënësit. Nëse nxënësi e sulmon mësimdhënësin, atëherë shoqëria ku ka me prit që me pas mësim. Çdo herë kur sulmohet vetë mbrojtja është. Vetë mbrojtja është e lejuar. Jo anasjelltas, vetë mbrojtja nuk është anasjelltas, vetë mbrojtja është formë e mbrojtjes nga sulmi. Po, e ceka pikërisht se ka qenë një skenar, qëre, a bone pyetjen, kjo shifet në video, shihet një skenar i organizuar, është një skenar i organizuar të cilet nxënësit kanë përdor përkundër ndalimit telefonave në shkollë, kanë përdor telefonin dhe kanë shkuar në sallë, kanë ardhur këtë sallë të arsimtarëve, u hyp mi bonka ato dhe nxënësit tjerë kanë incizuar ato dhe kanë plasuar vetëm atë ngjarje. Nuk e kanë plasuar ngjarjen e tërësishme që kanë ndodhur, por kanë plasuar pikërisht vetëm ato me qëllim që të citet sa më keq pozitën e mësimdhënësit në shkollë. Kjo është e meta e asajna. Edhe mediat, edhe organet tjera kanë marrë veprime pa u konsultuar me parë të tjerë, vetëm të u bazuar në atë ngjarje. Fatkeqësisht po them, fatkeqësisht kjo ka ndodhur kështu. Qëre, deklaratën e psikologut e keni dëgjuar dje, të cilën na si Zbashk e falenderojnë shumë se ka qenë një deklaratë të cilën e ka zbardhur vërtetën. E ka zbardhur vërtetën se përsëri po them ngjarja në fillim nuk ka qenë shumë e qartë, po e ka zbardhur të vërtetën. Masat që i kanë marrë, me siguri kanë marrë edhe drejtori dhe shkollat në kuadër të kompetencave që i kanë, por po them përsëri rregullorët e ministrisë edhe të drejtorive komunale kanëherë jo kufizojnë veprimet edhe drejtorive të shkollave edhe çështjeve menaxhmentit të shkollës. Është shkolla Ismail Xhemali, shkolla Hasan Prisina, për këto dyja kam informata, po sipas informatave që ka kryetari i sindikatës të Prishtinës ka dhe shkolla tjera. Po, sipas neve fajtor është nxënësi. Që e ka përkrahje të grevë, edhe një shkollë Maqedoninë është që e ka përkrahje të grevë. Me thënë ka marrë masa edhe ndërkombëtare. Po, qëre, na e cekum, jo vetëm për deklarim, po hëm nëse masat nuk merren shpejt, edhe nuk zbardhet e vërteta, s'po them nuk zbardhet e vërteta, se vërteta është në anën e arsimtarit, keni me qenë të bindur, atëherë ka shumë gjasa që për shkallëzimi i greves përhapet krejt Kosovë.
zonë se vjen pej katit 2. Mënyrë mësimore, më sigurt, dëgjoj tash. Zonë se vjen pej katit 2, mënyrë mësimore. Dele dhe vjen son. Arsimtori ku pauzë. Edhe përmes shumë arsimtorë, edhe vetë ti janë zonë se më organizu vetë rrjeti. Me orë me sigur një arsimtor vend punës. E ti sot të mbrën, nuk kam e tas diri për formativë. Minimum që e këna mori informatën apo e keni marrë ka qeret, unë besojën e këtë Kosovës e kemi përkrajen, e thashë për përsërit, edhe prindit kanë të na përkrajnë, sepse pombja që e kanë postu nxënësit, jo shkolla, nxënësit kanë postu për qëllimet e veta dhe e kanë prej aq sa ju ka dashur. Po vetë pombja e një nxënësit, si nuk penjom na kush është, i ulën dy pombë, në këtë sallë, këtu, këtu si ma gjosa u zhvillu gazetarë. Ngjarja është merruse dhe kërkohet mu përkrah për keq qytetarëve. Na mo kështu nuk mujmë. Na jem gazetarë, na jem që ta përfaqësues të popullit kur me 20 janar 1992 e fillu mësimin e pavarur. E jetësum deklaratën e 2 korrikut dhe ishum heroj të gjallë prej 1992-s. Ja kthym shpinën e Serbisë me 100.000 ushtarë këtu. Kur tash pas lufte jemi bë njerëz që edhe analfabetët që nuk dinë me shkru janë çesharak për na sulmojnë. Vinë prindrit na sulmojnë. Domethënë na prindrit i shohim si bashkëpunëtor kryesor, si domethënë e kena feedbackun me prindin. Jo mu taku me prindin për kësi situata dhe me ardhë këtë situatë kolegët e Abazit, arsimtarit i cili është tash në paraburgim, edhe me qenë të indinjuar. Shiko, rastin se këna dëgju në atje, ndrom kolektivi jonë, i cili është shumë i madh me 3.000 nxënës dhe me 130 arsimtar, kanë komuniku në grupin e shkollës vazhdimisht. Dhe i në artë një përfundim që ti përkrahëm. Dhe ju këna përkrahur në parë ju thash edhe fillim, edhe për përsëris, aq sa këna pa të arsyeshme në bazë të udhëzime dhe rregulla shkollore, sepse duhet njoftohet fshiri i shkollës. Pajtona me sekretarin e së bashkut, i cili tha do të vazhdojmë me mosa tjera nëse padrejtësisht arsimtari rrinë në paraburgim. Shumë e lehtë me paraburgos arsimtarin minut. Unë nuk e di. Besoj që nga gjithë Kosova s'ka mundësi mos me pas, sepse e thash, na jena njerëz të parë që e kena jetësu këtë shtet. Bazë të deklaratës së 2 korrikut, mësimdhënësit e kanë jetësu shtetin, mësimdhënësit majtën mësim, dhe mos harroni gazetar, prej 20 janar 92, mësimdhënësit dikun rreth 25.000 vetë, e nënshkrujnë çdo dokument zyrtar me titullin Republika Kosovës. Na kena shpall shtetin e Kosovës me 20 janar 1992. Këta jem na ballafaqohemi për ditë, por jo bata kush.